Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në 5 vite i zhdukur, zbulohet e vërteta e Renato Makollit. Prej janarit të vitit 2021, shefi i njohur i kuzhinës Renato Makolli ishte zhdukur plotësisht nga vëmendja mediatike dhe rrjetet sociale. Për 5 vite me radhë, heshtja e tij totale ngriti shumë pikpyetje dhe spekulime, por tashmë e vërteta është zbuluar dhe është më e madhe se sa pritej. Renato nuk ishte tërhequr, por po përgatitej për një kapërcim gjigant në karrierë. Ai tashmë është vendosur në Miami, Florida, ku ka marrë një nga rolet më prestigjioze në botën e kulinarisë. Ish drejtuesi i rep i Hell's Kitchen, tashmë mban postin e shefit ekzekutiv në një nga hotelet më luksoze në botë, The Ritz-Carlton, aty ku ai drejton restorantin e ri të quajtur Paralia. Ky restorant është pjesë e një investimi kolosal prej $100 milion në këtë resort dhe sjell shije të rafinuara të kuzhinës greke dhe turke, duke mbajtur firmën e Makollit. Suksesi i tij nuk ka kaluar pa u vënë nga elita mediatike. Gigantë si Forbes dhe Miami New Times kanë shkruar me superlativa për punën e tij, duke cilësuar si një arritje të jashtëzakonshme. Ajo që u duk si zhdukje, ishte në fakt një rrugtim i heshtur drejt majave të gastronomisë botërore.